Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka shumë pritshmëri për politikën gjatë vitit 2026, por cilat janë këto pritshmëri dhe në këtë optikë çfarë po themi parashikimesh mund të bën për gjitha ato që ne mendojmë se mund të ndodhin gjatë vitit kalendarik 2026. Unë kam zgjedhur një mik timi të vjetër, një koleg të nivelit të lartë profesional, dhe një njeri që e quaj të pavarur, por nuk do t'ja di fare për ato që thot, sepse nuk do t'ja di fare për anësit. Armir Shkurti, kam kënaqësi ta kemi në emisionin tim sot. Faleminderit që pranove ftesën, miku im i lashtë, kolegu im i lashtë, e të tjera, të gjitha gjërat të lashta. Të lashta? Ai sa kujtove për një libër, ai ka 25 vjet të stadashat libri. Kishe 25 vjet që ma ke dhënë. Unë të falenderoj shumë që për shkrimin tim, po do të lejosh të edhe unë 2 fjalë për ty? Jo. Jo, do të them. Stop. Do vazhdojmë direkt me pyetjen e parë. Stop. Do të shaj. Se themi të lashtë. Le të lashtë. 2 fjalë do t'i them, nuk vazhdon emisioni. Roland, je gazetari më sistematik, më punëtor dhe më në tregun shqiptar. Je me gishtat e dorës profesionist dhe unë kam krenarin dhe knajsin të vite këty, sepse ti je person që ke blok dhe ke laps, ndryshe nga shumica e gazetarëve që janë me dorë në xhep. Plase tash, çfarë do nga unë? Armire, unë e çmoj shumë edhe këtë që ti the, po çmoj shumë gjithë aktivitetin tënd. Ti je kritik me gjitha palët dhe kjo të bën ato që je i nderuar për punën që bën dhe atë që ti përfaqëson. Armir, përse dhe si ke arritur te kjo që ti bën akuza shumë të forta ndaj qeverisë, ndaj maxhorancës, po bën akuza po aq të forta dhe për opozitën? Po. Natyrisht që unë kam parapaguar, si ato restorantet ku ti paguan një fi në fillim, edhe ha çfarë duash. Unë kam parapaguar këtë liri. Shtrenjtë shumë e kam parapaguar, po nuk ka çmim tash që më kthen mbrapsht. E ke paguar? Parapaguar, po. Parapaguar. Po. Çka ka ndodhur? Shumë gjëra kanë ndodhur, edhe personale dhe në karrierë, po ca thuhen, ca nuk thuhen. Mirë, më thuaj ato që s'thuhen. Po, një emision tjetër. Dhe kjo zanafillën e ka Roland në vitin 89-90. Unë mbarova gjuhë e huaja. Paska qenë shumë shpejt. Shumë shpejt, tash afër. Dhe më emëruar mësues në Peshkopi. Mësues në Peshkopi? Në bujësorën e Peshkopisë. Ai që i ke dhënë mësim Ulsi Manjës? Edhe Ulsiu i kam dhënë. Edhe Ulsi Manjës? I ke dhënë mësim, ë? Çfarë notë i ke dhënë? A kush e parë më? Po ka qenë zënsi mirë. Zënsi mirë, ka qenë zënsi mirë. Ti jep frëngjisht? Frëngjisht, po. Po kam dhënë letërsi bujësore, jepja shkollës natës. Po tani çfarë nuk jepje? Ku shkonim kohën tonë, çfarë nuk jepje? Po dhe? Dhe kur unë kam shkuar atje kam parë Armir Shkurti i ka dhënë mësim Ulsi Manjës, ë? Fiksoj mirë. Po. Dhe nxënësi ja kalon mësuesit, këtë do ta keni parasysh. E bukur nxënësi ja kalon mësuesit. Je takuar kur ishe ministër i drejtësisë? E kam takuar Ulsiun shpesh herë në jetë. Por e ke zgjidhur një hall, ke pasur një hall, ke kërkuar në një nder në një gjë. Po për momentin unë s'kam halle me drejtësinë. Ore, ai ke kërkuar ministri i drejtësisë në një hall me që ke pasur nxënës? Jo. Po mua pse më ngjan ai Ulsi mua më ngjan më madh se ty? Po detyrat shtetërore të bëjnë më të madh. Po, se ta nuk preva. Dhe e pash një realitet krejt tjetër nga Tirana. Do të thonë Tirana pavarësisht 89, me krizat e gjatë. Kaloja ka qenë ura Topojane, duke ishte dibra madhe dhe shpesh herë kam bërë planet hiki të kaloj, edhe po të prisin në Jugosllavi. Do të thonë të arratisësh e ke fjalë. Po thuaj pra, të arratisësh jashtë? Po e kupton gjenerata Z arratisin. Dhe kisha 2 motra, e kam 2 motra si drita, dhe me ndilin para syve ato në grabjant lushjes duke ashtu dhe prandaj s'kam ikur. Po e kishe mundësi? Këtë realitet... E kishe mundësi? Jo, mund t'ika çaj, lumi ishte afër, sa jo është, nuk ishte problem. Po do të thonë ishte në aspektin... Projektin e kam bërë 100 herë, hyn lum, dil nga lumi, kalo këtu, kalon atë shifja, por ne mësuesit kishin respekt e nderim me kështu. Fundi i regjimit ishte. Se ka njerëz që thonë, unë kam qenë që fëmijë, disident, unë kam qenë kështu. Jo. Ti si që fëmijë, ishe pak një rritur. Unë kam qenë goxha burr, kur mu thyen shumë gjëra, do më thonë, plus informacione që kisha marrë në shkollë, që të huaja këto. Se kisha vlezuar literaturë shumë. Kulturë të Francës, të Anglisë. Dhe ndeshje me padrejtësinë ka qenë që fëmijë, faktikisht, me padrejtësitë e vogla. Por padrejtësia e madhe filloi
zjente. Dhe kam bërë fushatën e parë Partisë Demokratike në kombinat. Kam drejtuar fushatën 91. Ka qenë Dorë Kekon tjes pas kandidat. 31 mars 1991. 91. Po ti me çfarë pozicioni, si me PR-in, me Jo, drejtuesi fushatës. Organizova fushatën. Kush ishte kandidat? Dorë Kekon? Të Dorë Kekon ka qenë, po. IPD-s. IPD-s ka qenë Shkëlqim Cani ka qenë i Partisë së Punës. Fitoi Dori. Fitoi Dori 63%. 63%. Jam çuar atë natë, ndërkohë që polici shtinte me kallash nga qefi që fitoi Partia Punës rang vendi. Po se fitoi. Unë nisa ka kombinatin këm, i shkova Dorit shkret në 5 mëngjesit. Dori tash fitu po, të ketë 9 kacet. Dori fitua me titha, po ka humb PD në total. Pastaj kam filluar punë kamarier. Kam filluar punë kamarier për të mbajtur familjen, se u mbyllën punët e prindërve. E të kuptoj shumë mirë, pra, kush nuk punoi. Dhe një i afërm ynë më ftoi që të bëja karrierë dhe fjala që më ndau mua nga karriera politike, dhe që më futi këtu, i thashun, vlla, po shne unë me këtë pozicion. Tha, jeme po dënë, po i thashun. Po unë mendova që po luftojmë ne, po vinë ca burrat më që është ta marrë. Atë ko marrë ta bëj lekët e tuja, tha edhe. Kjo më ndau mua me politikën dhe hyra në gazetari pastaj. Kam fituar me konkurs në RTS. Në RTS, me atë konkursin e famshëm që... Jam për 2 konkurse, kam fituar te i dyti dhe i fundit. Të tretin e kam organizuar ukur më desh në 97-ën. Po të parin humbe? Pari s'kam qenë. Pari isha kamarier, jo. Mamaja e shiftet çdo natë lajme dhe atëherë thuheshe, ka vend për pedagog. Jo, unë me arsimin i kam thënë zotit, aman mos më çomë në arsim. Dhe ti fitove konkursin për RTS? Për gazetar, po. Kush fitoi tjetër atëherë? Që kanë qenë gjithë ato plejada. Ishin 5 veta, fituam 2 nga jashtë, të tjerët ishin që punonin, po që u quajtën që hynë në konkurs. Kush ishin 2 nga jashtë? Sepse ishit më mend që bëhet një emër, krijohet një profil. S'po kujtohet i dyti, po di që ishim 2 persona. Po s'ka qenë Arian Melonashi? Ariani ka qenë i vjetër. Ka qenë para me Ariani. Ariani kur shkova në kishin hequr. A prandaj ashtu. Okej, po mirë, se e nisëm nga ndërëzimi artificial tani, do vëm çikte amerikanët. Po vjen. Klasa. Tani, pse ç'a lidhje kishte kjo me pyetjen që bëra unë? Që ty të ka ndjekur padrejësia? Ja atëherë po ndajemi tek pjesa, hy bëj lekët ose. Tani unë lek me të vjedhur, unë mund të jem mafios shumë i mirë, po duhet i kushtohem asaj rruge. Jo, të njoh unë, të njoh në punë. Pra, duhet i përkushtohem asaj gjë. Dhe unë nuk kam pas as këtë edukim, as të pritshmëri. Gjithsesi deri në një farë momenti unë kam shpresuar tek sistemi. Kam thonë, hajde, s'është i ri, do riparohet rrugës si sistem. Dhe kur sistemi ka marrë këtë drejtim, për mua nuk ka rëndësi kush është si për meje. Për mua ata që janë si për meje dhe shkatrojnë identimin janë armiqtë e mi. Armiq, nuk janë kundërshtar, nuk janë të pa... Se Edi Rama është armiku yt? Absolutisht. Në rastin tim personal është edhe personalisht armiku. Po pse personalisht? Sepse ka qenë personi, ai bashkë me Erion Velian që kanë ndikuar që mua të mbyllen rrugët e medjave. Si Edi Rama ka marrë në telefon dikë ka thënë, "Shiko, këto armiq shkurti mos ta shkoj." Tash këto si them unë ty, po. Kjo është ajo që thuhet. Për shembull, unë di se si është mbyllur emisioni Alarm në një plazh të jugut. Alarm të Euronews. Ashtu? Aha. Një plazh që janë mbledhur këto kokat e shtetit dhe kanë thënë s'ka pse të jetë ai si emision. S'ka qenë Edi Rama, kuptohet, por kanë qenë njerëz të Edi Rama. Tani kur s'ka qenë Edi Rama si tani, ne i dim të stërkëmshat me njëri tjetrin orë mirë tani, se te Euronews që thua ti, kemi punuar bashkë atje. Po ti po deshe besoje. Po tani unë besoj më shumë stërkëmshat e kolegëve se sa Edi Rama mendoi. Ja, nuk është stërkëmsh. Pastaj mbas asaj unë kisha të pamundur që të shkoja edhe në emision kolegësh. Nuk të ftonin. Jo të ftonin, por unë kam kërkuar shumë medjave, po, miq. Kam thënë mjepi gjysore, 12 natës pa lek bëj diçka, flasim. Dhe unë kam punuar gujt 2018 deri 2022 kam punuar gujt nëpër malet e Shqipërisë. Kam qenë turist. Më shërbeu frëngjishtja. Dhe tani je me gjatat në MCN. Si shkon emisioni? Emisioni shkon mirë. Je i kënaqur? Unë jam shumë i kënaqur me atë që ka ecur emisioni dhe me pak gjë bëjmë shumë punë. Është me modesti pa modesti emisioni më i mirë në treg për këtë gjë, se nuk është emision që vë gjoba, është emision ku njerëzit vinë çajin hallet, më ka satirën brenda nuk diskutohet që bëj vetë. Të sta haqeni shkopin ty. Edhe kënaqem, luaj dhe fitoj. Tani pse je mirë me pushtetin e mora veshun, se si the sa gjëra po ashtu ishin punë, tani më thoj me opozitën pse e kun? Sepse opozita nuk bën opozitë vëlla. Dhe këta ka vite, e ti më ke ndjekur, se ti bën sikur si di, po ti di më mirë se unë. Domethënë më ndjek. Ka gjëra që kam ti unë të thash, po ti isha aty do flisja edhe unë si ty. E di.
Po jo, po unë të thash do t'jap librin ti të ma ke dhënë. Unë se mbaj mend, ti mbaj mend. Po sigurisht. Kështu që ti e di shumë mirë që fjalën establishment, të cilën unë kam marrë nga Donald Trump faktikisht, si term, jo si koncept, si koncept e kishim thoshim, këta janë një dorë. Dhe këtë establishmentin unë, Altin Goxha dhe një grup tjetër kemi artikuluar në 2016. Po, vërtet. Jo, këta janë establishment, pra janë. Dhe unë kam bërë një shkrim në kohën që doli dhe Patozi atëherë, nëse të kujtohet me televizion Bindja. Kam thënë, imagjinoni, kështu e filloi shkrim. Imagjinoni sken, teatre, hapet perdja, del një aktor, vret aktorin tjetër në sken, vinë dy aktorë xhandarë, e marrin, e nxjerrin tek aktori gjykatës, e dënojnë me varje, pastaj mbyllet perdja, hapet perdja, dalin përdori, vrasi, polici, gjykatësi. Ky është establishmenti. Këta luajnë shfaqje. Prit. Pse është bukur kjo? Kjo nuk mund të kaloj kështu. Okej, lem. Edhe se shkon njëri. Ma the edhe një herë me xhirim të ngadalt tani, me slow motion. Hajde. Jo më. Do të thënë dy aktor. Po, hapet perdja në një shfaqje. Ne emër po, Lefteri, dhe pau, vritet ai. Po? Hyn policët e kapin këtë. E nxjerrin në gjyq. Po? Dënohet me vdekje e varin. Po sigur e varin, do po kështu ai bie perdja. Po. Hapet perdja, kanë qarë njerëz. Mbaroi. Kanë qarë njerëz dhe për të vrarë dhe për këtë. Dhe kur janë përdorë i vrari, vrasi, gjykatësi, polici, gjithë përshëndesin dhe biletën e ka paguar unë dhe ti që kemi qenë sallë. Edi Rama Sali Berisha. Po. Pra iqe këtë pjesë. Po mirë, si tani, okay, se kjo është e bukur këtë, ata që na ndjen. Po. Si e vërteton ti këtë? Më jep 5 fakte, 4 fakte, 3 fakte, 2 fakte, 1 fakt. Jo, me 1 fakt nuk vërtetohet. Me 5. Po do t'jap 2. Mirë. Do t'jap 2. Çfarë po kërkon Sali Berisha sot? Kërkon rotacion? Jo. Po çfarë? S'po kërkon rotacion fare. Kërkoj rotacion. Në daljen javës kaluar, çfarë tha? Tha rotacion, e shprehu, rotacion. Si do vjen rotacion? S'ka zgjedhje. Unë them çfarë kërkon? Rotacion. Po kërkon të heqim Hajdutin. Të heqim Edi Ramën. Jemi dakord? Po thotë që Edi Rama nuk hiqet me votë. Po thotë që ne do ta heqim me votë. Tani në këtë ekuacion, shef në vullnet për ta hequr Edi Ramën? Thotë do të bëjmë kryengritje paqësore. Fjala kryengritje, se ka dalë ti fjalor i ri, është lëvizje e armatosur, kryengritja. Kryengritje paqësore ma zbërthen dot? Dhe në të gjithë lëvizjet që vazhdon bën Sali Berisha, është një rrethore. Po pse se quajmë pavësinë këtë? Nëse bashkëpunim është tjetër gjë. Po, jam dakord. Pavësi është një person në një vend pune. Pavësi nuk mund të jetë një forcë politike. Nuk mund të njëri është i aftë të ketë krijuar një formacion politik. Gati militar, i tha njëri, të dua më shumë se babain tim, tha. Në Lezhë. Po. Jo këtu në Kamës. Në Kamës. Të dua më shumë se babain tim. Dhe ka plotësi ai. Mirë, kur thotë se pastaj bie perdja. Dhe bie perdja. Dhe duke krijuar këtë formacion për këtë që nga i aftë. Për të na çuar ne në fitore është i paaftë. Ky person na tha ne, me që do faktin tjetër. Fakti tjetër është ishte në shtëpi i burgosur? Arrest shtëpie. Do dalim tha do bëjmë mosbindje civile. Me mosbindje civile do heqim Ramën, do bëjmë qeveri teknike dhe do fitojmë zgjedhjet. E pyeti Fevziu, i tha doktor po të mbasësh. Tha kjo është si të bjeri borë në maj. Dhe rabor në maj. Dhe pastaj mbas kësaj, po ky njeri që ti thuaj pa afse. Deri këtu po themi që aqja për mendja. Tha ne dinim që sfitonim, tha, por nuk mobilizohemi dot, pra ky një militantët. Por ky njeri nuk është i paaftë. Ky është njeriu më i aftë në politikën shqiptare. Ose çifti tyre, siç janë këta Big Brother që nominojnë 2 veta një person, janë 2 veta një person. Të cilët e mbajnë peng këtë vend. Dhe Sali Berisha nuk do ta marrë pushtetin. Ka rolin të qëndrojë aty. E kishte Luli, po Luli u doj shumë shpejt si figurë, se Luli nuk ishte me pasion këtë gjë dhe s'kishte hallet e Berishës. Berisha ka ca hallet tjera. Dhe luan perfekt këtë gjë. Kështu që Edi Rama... Pse voton 500.000 veta më mirë? Po çfarë votojnë njerëzit o Landi? Më thuaj mua, çfarë do votojnë njerëzit? Jam dakord me ty. Sepse shqiptarëve edhe sot në skenën politike. Edhe sot në skenën politike. Vjen keq, po ti ke fotokopjen e fotokopjes. Ke parasysh nganjëherë që na vitën e dokumenti keq ne, e fusim dilte më zi, po atë përdornim. Tani del Adriatik Lapaj dhe është po Sali në një variant tjetër. Po këta duan të rrëzojnë
Edi Ramën. Ka Dinetik Lapa e Sali në variant tjetër? Në variant tjetër, po. Shiko. Po pse zgjynjëm ne? Ja po them ty. Pse zgjynjëm? Këto parti, duke filluar nga Partia Demokratike, deri tek e fundit parti në Shqipëri, nuk kanë demokraci të brendshme. Ka vdekur ky mohabet. Nëse partia nuk ka demokraci, si mund të sjellë demokraci? Pra si mund të sjellë një formacion militar pa asnjë lloj strukture që funksionon? Me një kryetar autoritar që ai vendos për gjitha. Ke parti hyn Berisha në mbledhjen, në çdo lloj mbledhje, po? Ose po themi Këshilli Kombëtar, se mbledhja e Këshillit Kombëtar është maja. Do të thotë që janë të gjithë kokash, olimpi i partisë. Vjen një adjutant aty të rreq karikën edhe vë karikën, ai nuk është ulok. Adjutanti vjen pikërisht për këtë gjë, ky është tjetër gjë. Nuk është si ju. Vjen ai trak i mbush ai ujin, do thotë që ky ka yzmet tjetër. Dhe është një person që thotë, fillojmë mbledhjen, thotë fjalën e ka kryetari i Partisë Demokratike. Mbaron mbledhja, thotë Berisha, pra ne do të bëjmë, mbasi bën analizë këtë që po bëjmë ne. Rama është hajdut, sistemi kështu, mafia, droga, që i ka thonë 100 herë, thotë ne do bëjmë protesta. Mbyllet mbledhja, lam të mirë. Ka thonë Sali Berisha landi. Do më thonë, humbi zgjedhjet. Jo tha, po ky neni tha për dorëheqjen, është kur humbet, ajo kur i vjedhin. Dakord. Shkoj për inerci partia me stand-up komedinë e Berishës me trenin bullgar. Ja ku erdhi ky, ja ku futi letrën, nxori letrën. Njerëzit, antarët e Partisë Demokratike flas, do opozitën tërësi, po dhe socializmës, nuk kanë kënaqur socialistët me 83 mandate. Domethënë, partia është në krizë të madhe të brendshme. Do unë flas me socialistë. Nuk është se i pëlqen ky rezultat. Jo. Pa është një inflacion i cili ka shkatruar dhe partinë vet. Tani demokratët prisin, çfarë do bëjmë ata? Berisha s'po ikën. Çfarë do bëjmë? Duhet lëvizje. Vjen një dhuratë për ne. Për të kuptuar faktin që a e ka seriozisht apo jo Sali Berisha. Zgjedhjet e pjesme, 6 bashki. Dhe në 6 bashki, kryetari i Partisë Demokratike shpall falimentimin e tij. Ne tha do të mbështesim kandidat nga shoqëria civile, nga jashtë partisë. Pra partia nuk ka. Ky është mesazhi. Kandidati ka shumë drejt. Ishte gjë më absurde që mund. 2 javë më parë, ndodhi një gjë. Mbledh Berisha një déjà vu, kam qenë dhe unë në një nga këto frontet, mbante shënim Berisha kur flisja, unë kuptoti, gjëra që si dinte Berisha. Që aty duk tallja. Do thonë ti flisje. Unë flisja mbante Berisha shënim. Po si e kapet këtë? Si e kuptove këtë? Që më i mbante se kisha aty. Po do të thonë që e kuptove kështu që është kot. Po diskutoj, po nuk thash në gjë që se di Berisha, po nuk jam unë më i mençur se Sali Berisha. Unë po thoya diçka. Domethënë ndërta thash edhe duhet partia të funksionojë demokracia e brendshme, këtë që po them. Thash duhet një platformë. Kupton, mbante shënim Berisha duhet platformë. S'di Berisha, mësoj nga Armir Shkurti Berisha platformë. Ishte tallje, mora vesh nëse atë duhen këto show nga herë. Përsëritet ky show, e njëjta gjë krijimi i frontit. Dhe kishte vënë Berisha në krah vet shoqëri civile. E kush ishte? Po ishin këta për teatrin, ishin ku dëgjon njerëz. Përballë ishin partitë aleate. Kishte këta dhe me këta tani do bënte frontin. Folën secili çfarë donte. Te kjo e fundit thotë. Te kjo e fundit? Po ishte ti te kjo e fundit? Jo, më thua as më thirrën as kisha për të shkuar. Po që kur mbajti shënime, thash unë i kanë xhet. Doktori ka mbajtur shënime, doktor Berisha ka mbajtur shënime. Fjalët e mia. Fjalët e Armirit dhe pastaj që nga ai moment nuk uftua më Armiri. Ja, e di çfarë po mendoj tjetër. Që tjetë me humorin ton doktorit, qa, unë dëgjova ty humba. Prandaj s'kam mbajtur shënim humba. Dhe merr këta tani do bëj front me këto partitë e tjera, që është tjetër zhvefsimi i partisë. Tjetër zhvefsimi i partisë. S'ka pse bën front me këta. Pasi të ketë marrë mandat nga partia, po, i kishte përballë, i tha jeni sherishkët, se mori seriozisht, e të flasun, jo, ju tha, janë këta. Tjetra, kur erdhi puna që u shtrëngu, pse s'ka protesta, tha, do bëjmë, tha, analizën. Pasi të bëjmë analizën, tha, do fillojmë protestat. Këti gju për analisti vlla, sa unë s'ka fare. Atëherë, në qoftë se një parti është atrofizuar, nuk funksionon. Nuk ka demokraci. Pse? Çka ka ndodhur për mirë? Ti di më shumë se shumica e njerëzve. Shiko, unë di, po dhe s'di. Po kupton sepse di se ke informacion kam fjalë. Kam informacion, por nuk është se mua më vinë thon, ata pin kafe dhe than këtë. Por unë shoh ujkun. Kush është uju? Ujku, jo gjurma, është Sali Berisha bën sikur bën opozit. Sali Berisha e lodh elektoratin. Po themi elektoratin. Dhe Edi Rama vazhdon rrim pushtet dhe shton. Berisha bën me qëllim këtë që Edi Rama të rrim pushtet? Absolutisht, është biznes. Shiko, edhe unë
Do të dyshoj te këto, po duhet ja vërtetojmë më mirë. Se duhet cili është fakti, një dokument, se ti për shembull te çdo emision investigativ që ke bërë thuaj, urdhëro zotëri. Edhe të kanë mbyllur gojën njerëzit. Po. Sa herë jemi ballafaqur te Euronews. Urdhëro këtë, i priashta. Tani, cili është dokumenti që ti jep që Sali Berisha bën biznes me Edi Rama? Se kjo është. Po janë ca dokumenta. Ke dokumenta? Jo, s'kam unë, janë ca dokumenta që duken sa i mal në Tiranë. Dokumentat e ke fjalën bashkë. Jo, duken them mënyra e sjelljes. Për Kullën Mountain. Gjomar burr kisha për atë. Atë e thash unë se the ti. Po se ti po e thu, unë tash nga ty po e marr vesh. Pse ka kull? Aça je një ti. Do ti thuaj që Berisha po bën biznes me Tiranën? Tani kjo është pjesa, po themi, jo në kuptimin e keq, vulgare e muhabetit. Do të thonë ne biznes quajmë kur ndajmë pazare me lek, me kështu gjërash. Biznes është dhe politika. Do të thonë George Orwelli te libri i tij e sakson. Cili nga ata dy? 84. Nuk qëllimi i tyre nuk është paraja, qëllimi i tyre është pushteti. Dhe një njeri që ka pushtet ose një sistem që ka pushtet, i ka të gjitha. Enver Hoxha ishte me një rrok 12.000 lekë, ku diun se sa kishte, ai 20, nuk e di. Por Enver Hoxha kishte gjithçka. Enver Hoxha mjafton të kthente kokën dhe bëhej. Ndërkohë njerëz me pasuri shumë të mëdha në Shqipëri nuk mund të bëjnë dot gjë pa patur lejen e Edi Ramës. Që unë e konsumoj në shumë studio dhe unë jam personi i parë dhe i vetëm që kam futur në Shqip termin oligarki siç është, pra pushtet në pakduar, dhe gjithë e marrin dhe oligarkia transferojnë direkt te biznesi. Pra, një njeriu me lekë i thon oligark, që është tallje me termin, se oligarki mund mos jesh, mund të jesh edhe ti, mund të jem dhe unë, një person që është brenda sistemit dhe luni granazhet. Dhe ka të tillë. Dhe kjo është oligarki. Oligarki, pra sistemi që ne jetojmë, është oligarki. Do me thënë, një gjë që ka denoncuar zëvendëskryeministri Erion Braçe. Erion Braçe thot, javën e kaluar, goditja që i bëri fermerëve tek qumshi Edi Rama në Verë, që i kërkojnë nipsin e këto, favorizoi, thot, shkatroi baxhët dhe favorizoi fabrikat këto. Atë kjo është oligarkia, më burr, ka interes. Qartë. Një E tha dhe klasë caktuar. Një klasë caktuar ekonomike. Edhe bëjnë këtë. Ndërhyn tek politika dhe politika e bën këtë gjë. Tani, Armir, vetëm ta mbyll këtë. Ke dëgjuar Berishën të flasi për këtë? Për qumshin? Po. Për gjizën, për kosin? Për gjizën, për kosin? Ka folë për të bardhën, kokaina, Maduro këtu, por këtu jo. Pra, në qoftë se nuk flet, do të thotë që ke ka bëjë gjë shumë bukur. Po. Vërtet opozita nuk ka folur fare për Bulmetin, për qumshin, për djathin, për kosin, për gjitha në produkte të tjera. Për gjizën, po dhe si thaj ne jemi ajka e vazhdoj. Armir, ti e bëre kot të ndërpres të mbaroj. Unë kohë kam. Jo, ke kohë. Se jo, tani duhet kaloj te qeveria unë, po qa ti e mbyllë. Kalo, jo, pritë, s'kemi folë për qeverinisht. Po jo, s'kemi folë, duhet të flisim më shumë, po ti e mbyllë në opozita për në biznes me qeverin, këtë që flasim me pasë. Në qoftë se Shqipëria nuk kupton, shqiptarët nuk kuptojnë, që është një oligarki dhe të gjithë janë aktor, e kanë kot. E kanë kot dhe në qoftë se nuk lexojnë këtë që po ndodh, që të gjithë çfarë duan, të ikë Edi Rama. Të ikë Edi Rama për mua, e kam thënë dhe diku tjetër, është pika A e segmentit, aty fillon. Kurse këta e kanë aty mbaron. Dhe nëse unë kam segment, të ikë Edi Rama për të arritur diku, pra për të risjell lirit, për të sjell demokracinë, për të liberalizuar tregun, këta janë autobusi Unazës. Pikën A e quajnë dhe pikë B. I bën xhiro dhe ndron shoferët, zbresi Edi e typi Saliu, ose Lapaj, ose tjetri. Të gjithë këtu janë. Unë nuk kam nga këta dhe do të shkoj pas një force politike që mo do të më tregoj pikën B. Pra të thoj, ky sistemi kapur do të çmontohet. Do të më etiketoj, se nëse thua narkoshtet, do të më thuash si do ta shkatrosh narkoshtetin. Çfarë do të Jemi narkoshtet? Për mua po. Jemi narkoshtet. Absolut. Në nivele të larta bile. Në nivele të larta të kokainës. Si vërteton këtë? Ka emra, mo nuk mban fort, dhe prandaj merr me këto të tjerat, po ke emra në kupolën atyre që qarkullojnë kokainën në botë, ka shqiptar. Dhe kjo vërteton që ne jemi narkoshtet? Jo, kjo vërteton që në portin e Durrësit, për shembull, prej shumë vitesh nuk është ka pas i gram kokainë, për shembull. Kjo vërteton që ndërkohë që
ekonomia formale, pra unë dhe ti, që marrim rroga jo të këqija, nuk blejmë dot, mbas edhe një makinë, çmimi i apartamenteve vazhdon rritet, numri i popullsisë bie. Ky është argumenti që kemi në narkoshtet? Këto janë para, po, këto janë para. Jo, se mua më trëm vetë dhe unë nuk e pranoj dot vetën që jetoj në një shtet që është narkoshtet. Dhe ky shteti narkoshtet është kandidat për antar e BE-s. Po, do të flasim çik për këtë kandidat të BE-s? Atëherë. Unë për veten time po ta them ty. Sepse djalë mendje hapur dhe je koleg që lexon. Unë besoj që Edi Rama nuk ka asnjë lloj interesi që Shqipëria të hyjë në BE. E gjithë është teatr. Dhe Edi Ramën, ky narkoshtet nuk ka për ta lënë të hyjë, sepse në moment që Shqipëria bëhet antare BE-s, atëherë kontrolli dhe kjo parajsa tyre zhduket. Domethënë ti thua mirë që në 2029-2030 Shqipëria nuk antarësohet në BE. Në qoftë se nuk ndërhyn amerikanët, pastër fare amerikanët këtu, pra të largojnë kokainën që këtu, Shqipëria nuk ka shans. Ideja ka ardhur këtu dhe gjithë vëmendja është në luftën ndaj trafikut drogës, sepse deklaratën e ambasadës amerikane. Po pse trafik droge këtu? Pse ti thes, bën pyetje më pse është narkoshtet? Po jo, kjo më thënë kemi narkoshtet, se s'bëhet trafik drogë, unë thashë nuk ka trafik droge, po narkoshtet është. Po çfarë kupton narkoshtet? Kot me të thonë. Çfarë do thotë narkoshtet? Që është shteti, kaq. Po fiks. Lani, unë kam ndërtuar me ca çuna shumë të mirë berac që kanë punuar në Zvicër, po. Po. 96 ikën çuna shumë të mirë që drogjën njëri tjetrin, vërtet çuna shumë mirë. Bërin trafik droge? Po. Edhe ti rrihe me ata? Po. Mirë, mos më zgjinje kështu tani. Po. Se unë të kam shok, të kam mik. Gandhi çvisi lakuriç rinte mes femrave lakuriç dhe thoshte e bëj që mos të ndohem. Për këtë kam bërdu. Sa e bukur kjo! Doon Gandhi rinte lakuriç me femra lakuriç thoshte e bëj që mos të ndohem. Po në fakt ç'a ndodhi? Nuk u të ndua. Ku e di ti? Ma jep fakte. Themi te këta djem, të cilët dikush përfundoi kështu, dikush ashtu, dikush po të gjithë u largun nga ajo, sepse më thonin që shteti zviceran, ne kuptuam që e lejonte vetë atë gjë. Pse lejonte? Natyrisht, pjesën e çdo shtet ka krimin. Dhe çdo shtet ka vesin. Vesin e qeverisë krimi. Në qoftë se hyn shteti, pra në qoftë se neve do të kishin për kingaleri, hashash, edhe lutem jep 2 viza për gruan, shteti kishte ka mbaruar. Në qoftë se shteti vetëm mes kryeqytetit, shtëpi publike ka mbaruar. Këtë lloj cipe e ruan shteti dhe ja lë duke kontrolluar krimin, por duke kontrolluar që mos arrin nivele të caktuara. Kjo perde tashmë është çar. Krimi ose më saktë nuk është qep ndonjëherë. Krimi ka pas qarkulluar legët në ekonomi, krimi i ka kërkuar ndihmë politika, krimi ka hyrë në politik dhe krimi sot vazhdon ka ekonomi, politik, krim janë një ndërmarrje e përbashkët, joint venture. Tani, unë di që ti ke shumë kritika për Edi Ramën, edhe për qeverisjen e tij, po të bëj një pyetje anapulla si thon grekët. Çfarë i vlerëson Edi Ramës? Ka 13 vjet kryeministër, ka bilancin, po them faktet unë, më të mirë personal me çdo politikan në këto 35 vjet, më të mirë se Berisha, më të mirë se Nana, më të mirë se Meta Majko, është jo vetëm rekordmen si kryeministër, sepse i pari është Mehmet Çeu me 27 vjet e 3 muaj, i dyti është Edi Rama deri tani me 13 që do shkoj 16 janë gjasat. Pastaj ka lënë pas edhe Enver Hoxhën, edhe Adil Çaçanin dhe Sali Berishën. 11 vjet kryetari i bashkisë, 2 vjet ministër i arsimit, tani i kulturës, më fal. Tani Edi Rama, tani këto janë fakte. Në aspektin personal, këto janë statistika. Po fakte, statistika, po fakte. Sepse nuk janë thjesht 2 dhe 2, po doon ai i ka të bilancit të tij personal në karrierën politike. Tani këtë e vlerëson këtë, se kjo është aftësi. Çfarë duhet të vlerësoj? Të bilanc pra? A e vlerëson të bilanc? Jo, për mua është një statistik. Pra ky njeri ka kaq kohë këtu. Unë vlerësoj tek ai pjesën e pa skrupull që unë se kam. Pjesën e intrigës që unë se kam. Ti nuk konkuron me Edi Ramën që ta kesh. Jo, pra mirë. Ti mund ta thoshte Berisha, mund ta thoshte Meta, po jo ti. Po, jo, ata e kanë. Ata e kanë. E kanë edhe është konkurrencë me njëri tjetrin. Kupton, nuk di kujtja. Mirë, ai fitoi me ata. Patjetër. Po pra.
Patjetër më. Se me ata e ka garë. Nuk ka me tyre mua. As diskutohet. Ka fituar, por ky është fakt. Po pra këtë po them. Dhe thuhet në manuale fituesi nuk gjykohet. Më kupton? Po ti pse e gjykon? Unë gjykoj se më ka shkatruar jetën. Jo mua personalisht, na ka shkatruar jetën ne si shoqëri edhe si komb. Për shembull, një gjë që si komb, se do thoshti po ç'ne komb. Marrëdhënia e tensionuar me Kosovën është krim kombëtar. Ne duhet ishim një treg me Kosovën. Ne duhet ishim vetëm Edi Rama e ka fajin? Ma morë këtë që ka jetë gjatësi, po them, po, vetëm Edi Rama ka. Sepse... Albin Kurti se ka? Jo, unë flasë këtë, Edi Rama. Jo. Në qofë se ata i thonë dheu am, pra jemi ne më të mëdhenjt. Jemi ne. Dhe në qofë se Albin Kurti ka bo këto gjona, letë dali Edi Rama, thoi, kjo Albin Kurti ka bo këto, po Kosova është gjaku jonë, është mishi jonë, është trupi jonë, dhe ne do ta bëjmë këtë gjë. Dhe, po them dhe njerë, nuk e pengon as Albin Kurtin, as Moritën e tyre, as Edi Rama, nuk kam një simpati për Albinin, no? Kupton? Edhe një Soros është. Por gjithsesi, unë mendoj që konflikti i tyre është i stisur, sepse, më fal, ti thua Albin Kurti, po pse më qeka burr më i mirë Vučići se Albin Kurti? Me që qeka kështu personale. Mbi ego, mbi gjithçka, në qoftë se ta kishin seriozisht, Shqipëri Kosovë do kishin një treg. Mos i hidhin të vullin qepët në lum. Të blinin shqiptarët. Të blinin shqiptarët, do ishte i treg, edhe në botë do të ishte i treg, të paktën 4-5 milion. Jo 2 tregje cop. Okej, si do futet Edi Rama në historinë e Shqipërisë? Si është futur, më sa? Po ka plot në historinë e Shqipërisë që lexohen, thuhen dhe futen. Në qoftë se ëndra ti për tyrur në historinë e Shqipërisë është qëllimi i jetës së tij, unë besoj që në librat e historisë kur të shfletohet, do të thuhet po. Por unë nuk mendoj që do thuhet si koha e Edi Ramës, si thuhet si koha e Zogut, ose koha. Nuk do thuhet? Nuk e besoj. Thuhet, mos u bën kaq vite. Vitet nuk kanë bërë kohë. Mund të, shiko, kur Po 25 vjet luftoi Skënderbeu, o Armir. Mirë, mreku, ti e me teorinë e Skënderbeut. Po jo 25 vjet thoshim ne çerek shekulli Skënderbeu. Edi Rama Skënderbeu. 16 vjet si kryeminist, 11 vjet sekretar bashkie. Zbret në kontekstin e kohës, edhe gjeografikisht, edhe në dimension kohë, pra kohë hapësirë, është për masa biblike. Pra ishte një person, i vetëm, që ndaloj invazionin turk ose otoman në Europë. Edhe Edi Rama do thuash ti, po si, po qysh, po jo, po kishte edhe Venedikun, kishte edhe Papatin, po i kishte. Por ishte burr shteti, ishte politikan, dhe në fund fare është babai i kombit. Ai, fjala komb, lidhja Ati kombit. 4 baba atë nga ndryshon. Po pra, ati kombit. Sepse 4 mars 1424, Beslidja Lezhës, për mua është data më historike. 2 mars. Bravo, 2 mars, 2 mars 1424 është lindja e kombit. Aty mblodhi prisit arbëror dhe aty fillon identiteti. Pra, nuk kam unë po them, ky s'ka marrë Albin Kurtin. Ky nuk çon qep në Kosovë, ti më thua mua Skënderbeu. Nuk çon qep në Kosovë. Sa e bukur kjo. Do kalojmë te sa fol, por përpara atyre kam një pyetje për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ta sqarojmë mirë këtë, domethënë pyetja ime është, ti je edhe kritik e Amerikës. Po. Pastaj thua të vi Amerika dhe të merret me Edi Ramën. Tani sikur nuk shkojnë këtu. Okej, këtu i para herë që ti je pa informuar për mua. Dhe para herë. Unë nuk jam as pak kritik ndaj Amerikës. Unë kam qenë kritik shumë ndaj udhëheqjes Bidenit, i shprehur. Po. Jo, Biden vlla, ky quhet Trump, ky tjetri. Unë thash nga Amerikës. Jo. Ndaj Amerikës, do thot Amerika si koncept. Po e kam fjalën unë këtu. Jo, i dashur. Kjo. Unë me një grup kemi qenë në Shqipëri. Sa vjet jeni? Po në fillim ne kemi qenë 2. Unë dhe Altin Goxha, kur thonim në 2016-ën duam të fitoj Donald Trumpi. Edhe na shifni kështu thoshim, po mirë, jeni në vete, jeni në metro. Pastaj bën gjithë trumpist. Ne vazhduam të qëndrojmë trumpist në konceptet e Trumpit dhe me këtë narrativ unë kam qenë kundër Bidenit si një, po themi, Hamza Kastriot i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që vazhdoi të lejojë invazionin e Kinës, të cilin përmes arrestimit Maduros dhe presionit që ka bërë Kolumbis, Meksikës dhe Kubës, Donald Trump është duke vazhduar, duke shtyr, duke zbythur Kinën. Ti je dakord? Do thënë je okay? 1000% me atë që bëri në Venezuelë. 1000%. Po pse ka kundërshtime, Armir?
Se cili e shef këndvështrimin e vet. Ore shiko, dikush nuk e kupton. Dikush ka interesa të ti, interesat e mia. Lea Ypin kisha këtu dhe tha si mund të shkoj, tha një forcë policore, tha në një shtet tjetër, tha dhe merr. Pa je dakord i thashun që këto ta bënte me Enver Hoxhën? Edhe me Enver Hoxhën tha ishte gabim. Do ishte gabim, ka thënë. Mirë, tani si mundet në një vend sovran. Jo, unë jam dakord me këtë. Dakord, edhe po mos nuk ka problem. Unë po të bëj pyetje tash si edhe unë si naiv. Si ka mundësi që çon 5 polic, forca speciale komando që ishin. Si ka mundësi në një shtet sovran, siç ishte Jugosllavia. Sovran. Çon ushtrin, bombardon të vetë me luftë. Si ka mundësi? Po, mos folme. Mos folme, stop. Dhe prit, këtë Maduron që e mori sepse ka shkel ligjet amerikane. Një. E dyta, e mori në atë formë për të tregu botës. Po, unë jam xhandar i botës. Dhe po, unë jam dakord që bota të ketë atë xhandar dhe jo Xipingun. Jam dakord, sepse Xipingu, Kina e ka pushtuar botën me laps. Dhe ka degeneruar, ka korruptuar Europën, po ka marrë fund, është e korruptuar Europa. Europa në çdo lloj standardi thot, është një sistem burokratësh që ka atrofizuar sovranitetin e shteteve. Dhe Europa vazhdon me ide kështu ashtu, duke ulur virilitetin e kontinentit. Tani vim te marrëdhënia e Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka disa gjëra të çuditshme që nuk shkojnë. Tani nga njëra anë ne kemi kryetarin e opozitës non grata, dhe thanë, punë ditësh, sa erdhi Trumpi, e thosht, jo të PD-ja, për dhe në rrugë, do ta ishin, nesër mbush Trumpi fix një vit, dhe jo vetëm nuk e shequr, po s'kemi në indikator, në një sensor, kështu që të kuptojmë që kjo do iqet, dhe e dyta, marrëdhëniet e qeverisë shqiptare me Amerikën janë më të ulta, nivel më të ulët saj, por dje ndodhi çudia. Bile e ke lexuar sa të cilën fundit e Edi Ramës? Rama i ka kthyer përgjigje Trumpit, ka falendëruar për ftesën dhe bordi i paqes është nga ato që unë e mbështesë bla bla bla. Çfarë po ndodh mirë? Po Trumpi u ktheu apo presim? Po pritën se një orë e gjysmë ka që i ka falendëruar. Pastaj ç't kthei Trumpi? Ai po jo, ma janë shok. Jo, s'e thash këto. Këtë the ti. Po atëherë pse gëzohemi ne? Kush ne? Populli. Se gëzuar, nimi gazetarë dhe mlaj. Po. Populli qeveritar, thot ti. Ti ke shumë drejt. Edhe popullin total, sepse mua më gazëllen, ose më saktë, prit, të ndajmë qik, turma. Se ka populli që është një nocion shumë serios për cilin ne mund t'japim dhe jetën. Janë dhe turmat, janë grupe... Ti e jep jetën për popull? Unë gomari kam dalë që në thënjishin për ta dhëmë për këtë popull jetën. Dhe kam dhënë diçka më të shtrenjtë, kam dhënë jetën private, duke jetën personale, e kam dhënë, duke e sakrifikuar, për të drejtën qanë, se për vetën time kam, po gjithsesi është kontribut për këta njerëz. Po? Atere, këto turma me mentalitet vasal, rinë e shofin lartë, qa po bëm Pashaj? Si gdhiu Pashaj sot? E djetë me vjerën... Atë që ke nëzirë në Facebook, helikopterin Amerikan tim mbi kryeministri. O sa e bukur ishte e mirë shkurë. Sa më ka përqyra. E djetë të Barceletën që me plakën që i tha, po ta lidh Shami këtu nuses, jam me nerva, mos më forta, po ta lidh këtu, më forë se jam me qetë. I tha, unë gjesta i fusit dobi, o tha, lidhe ku dush të Shami. Dhe ne shohim ku e ka lidhur Amerika. Dhe në moment që morën Maduron, për shkak se ne kishim vënë emrin Ramaduro, u gëzuam shumë. Kush e vuri emrin Ramaduro? Berisha. Berisha vetë. Në fakt, do një fakt, në fakt. Në fakt. Unë kam një punonjës shumë të talentuar. Kush është ai? Nuk ta them dot se ma marrin. I cili ka bër ai, se është njohur shumë i mirë i Amerikës Latine. Jo, ai ka bër paralelizmin Rama Maduro para 2 vjetësh. Rama Maduro. Berisha e ka marrë nga ky? Po. Rama Maduro ne kemi bërë 2-3 montazhe të këtij lloji të transmetuar ndërkohë. Dhe Berisha ka dalë vonë me Maduron, por pak rëndësi ka. Me që asocioheshe Ramaduro, shkoi Amerika atje, filloi në popull u hap, siç përhapen në turm, bë fjalor. Jo, do ta marrin edhe këtë. Ja, siç morën ato, do marrin edhe këtë. Prit se Kongresi ka lënë 90 ditë këtyre, po se bëri për 90 ditë erdhi helikopteri. Ose do t'i marri spaku. Pa jo tjetër datë 20 i Rama atje? Pra 20, pra sot Rama është në hetusi, në Amerikë tani.
Ose bukur. Pastaj dalin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe heqin mundësinë e vizave për 75 vende. Ja tha. Ja hoqi Ramës, po mirë po prit se është jo, Ramës e hoqi. Lidhje fare. Pastaj del letra, po pra s'ka lidhje as letra. Dhe letra, çdo person që di ka bërë essentialin. Njëshin? Njëshin, 10 mësimet e para, jo më tutje, thot, dear i nderuar zoti Edi Rama, as Prime of Albania. As do thot si. Që do thot? Pra, në qoftë se unë them Landi do pimi kafe, po i them Landit shokut. Qoftë se themi i nderuar moderator, ka mundësi, kështu po drejtohem titullit, nuk ka rëndësi kush është poshtë xhaketës. Dhe në qoftë se Shqipëria do të hyjë në këtë Bordin e Paqes. Po. Dhe Edi Rama shkarkohet mbas një muaji, ai që do të jetë kryeministri i vendit, ose qoftë se ndryshon struktura e shtetit, ai që do të jetë president, pra ai që ne do të kemi dhënë sovranitetin, ai do të jetë dear filan as përfaqësuesi i këtij vendi. Si ftesa që shkon vetëm emri. Nuk ka, jo më si ftesë është vendi punës më burr, si kontrata më vëlla. Lidh dritat ai, thotë i nderuar zoti Armir, si banori nuk e paguar këtë. Nuk thot as e burri mirë, kam respekt, s'kam respekt. Ti që ke këtë do bësh të. Ti si kryeministri i Shqipërisë i ftuar në bord. Pse u ngazëlloi Rama? Po u ngazëlloi sepse në këtë narrativën tonë për vasalit që mbajmë sy këshunë kur flasim, ku e ka lidhur Shamin nënjo, nga e ka lidhur Amerika. Dhe ishin të gjithë, ja e hoqi vizat, tani mori fund Rama. Dhe Rama bëri një gjë shumë të inteligjente marketingu politik. E nxori lajme, po pa konfirmim. E tuturën të gjithë. Gënjen, mashtrusi, pastaj e nxori kështu si pa ide, faleminderit nderuar që doli kjo, sepse tallin të gjithë me nderën me këtë turm, e cila është pa kokë. Pse është pa kokë? Sepse të gjithë që merren me këtë vend kanë atë xhiron e Unazës, duan të binë Unazës rreth e qark. Asnjë nuk ka një destinacion. Ku do shkoj Shqipëria? Ti ke pas shtëpinë kombinat, prandaj do kështu kinosi do kombinat. Du drejtë. Tani, për ta mbyllur të Amerikës, kam një pyetje të tillë, sepse ti the që vetëm Amerika mund të për mua po. Tani, nga, domethënë, në korrik mbushen 3 vjet, nuk po them 2 vjet e gjysmë unë sot, që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë ambasador këtu. Tani, çfarë po ndodh? S'ka ndodhur një. Nuk ka ndodhur. Ngarkuar me punë, se ne ti je gazetar i vjetër tani. I ngarkuari me punë, ka ndodhur 3 muaj, 6 muaj sa ka ardhur ambasadori. Ka ndodhur kjo. Po. Dhe për më tepër kësaj shtoi edhe tjetër. Nancy Varhorn, e ngarkuar me punë, është e ngarkuar me punë ose shef e misioni me aktivitetin më të ulët që ka pasur një shef misioni. Se nëse të kujtohet Leila Mosisuan, nuk ishte ambasadore, por në çdo aktiviteti ishte ajo atje. Po. Përgjigja jote, analiza jote, më saktë, jo përgjigje. Jo gjithçka ne do ta shohim nga dritarja jon, Lando, edhe pse jemi dritare këtu. Jo çdo gjë do ta shohim nga dritarja. Ne do ta shohim edhe nga dritarja e Trumpit. Duke qenë një person i cili kur ka hyrë në shtëpinë e bardhë, po, ka hyrë me mentalitet biznesmeni. Dhe mu ka pëlqyer një batut brillante debatin e dytë me Hillary Clinton herën e parë. I tha nafta na kushton më lirë ta blejmë se ta vjedhim. Batut brillante. Dhe çfarë ndodh? Kur ai nxjerr lapsin dhe bën llogaritë e tij për shumë gjëra, po. Gjitha është laps, po është për ajo për të bler apartamente. Për të kursyer. Se ai me apartamente ka nis, pastaj hyri politik. Nuk hyri politik, pastaj bëri. Si ndërtues. Ata që din, Donald Trump është ndërtues. Ashtu. Se nuk e din njerëzit që Donald Trump është ndërtues. Po, edhe më duket aq 300 apartamente ka patur. Bile ka bërë dhe shkollë ushtarake, po. Dhe ky rob i Zotit në gjithçka nxjerr lapsin dhe bën llogari për vendin e tij. Për vendin e tij. Në gjithë man se mos më thua që po kursen që nuk sjell ambasador. Jo, vëlla, jo, nuk është se po kursen. Po kursen një rrugë në ambasador. Jo. Aman Armir. Ai se më ngrive gjaku. Fokusin e tij, burimet njerëzore ka drejtuar aty ku duhet. Dhe ai në shumë vende ka diskutuar që të heqë ambasador dhe neve gati qam kur u tha kjo gjë. Sepse jo çdo vend është i rëndësishëm për se jo po thuaj që Shqipëria mund mos ketë ambasador thjesht se ai mendon se kemi ambasador në Kanada është në Itali. Kanadazi është në Itali. Dhe mbulon dhe Shqipërinë. Pse duhet të jetë këtu? Sepse ai tha, shpreha troç e Donald Trump, nuk ka më, tha, ka që vjet kjo, që ambasadorët e Shtetit Bashkuar të Amerikës shkojnë ty në politikën e vendeve tjera. Pra, dilni siç dite, ke bari, ajo Kim mos hani bare këto gjëra, dhe ose ai tjetër që përveshi mëngët kur u zgjodh Lul Basha. Nuk ka më.
Dhe ne nga që shohim jemi të frustruar, se ne mësohet shohim Beun që kalon me kal, e kthehemi mirë. O, kaloi, është mirë, doli ambasador amerikan. Nuk del më. Kështu e ka vendosur. Sa orë kemi pritur bashkë Arvizun që përveshim me. Po lërë më që ul Patriku negativ. Sa orë kemi ndendur? Po e kthim më çfarë? Të natë. Do t'ja tregojmë kalamajve kemi treguar, po të tregojmë Nipërve dhe Mbesave. Mos e kujtoj Nipër do të shkret ata. Bashkë me Armiri Shkurti kemi ndendur për tërë natën, që rrinë ambasador amerikan te njësia 5, këtu në Tiranë. Te Vasil Shando, dhe ne kemi ndendur për tërë natën për numërojnë në votat. Në kohën kur Partia Demokratike fitoi për shkak se bëri aleancë me Partinë Komuniste të Ysti Milloshit. Me 1500 vota. Dhe kjo ishte ideja e Luar Ramës. Tani kam disa foto, duhet i komentosh. Foto parë lutem. Kjo është qeveria e Zotit Rama e mandatit 4. Kë një nga këta ministrat e mirë? Përveç diellin. Unë njoh, po diellin e njoh. E një mirë? E njoh shumë mirë sepse kam bërë disa herë meme. Në njoh Blendi Gonxhen si student dhjetori, ish student dhjetori. Një nga njerëzit më besoj më besnik të Edi Ramës. Pranoi të sakrifikohet kur ishte në kryetari i bashkisë kur u hap diga e liçenit dhe shpëtoi karrierën e Edi Ramës. Dhe sot është kthyer këtu. Të gjitha personat, Mirela Kumbarur kam pas në fakultet, bile kemi qenë të dy në një kurs special për kthimi. Unë, Mirela dhe Ylli Sula. Do të thënë, ti dhe mësim Ulsimanjit, po Mirela e ka dhe mësim Ulsimanjit? Jo, Mirela e mbajtë pedagogë këtu. Pra njoh personalisht Mirela. Ase Mirela, po. Dhe të gjithë përfshi dhe Mirelan janë, për mua janë sekretar, nuk janë ministra. Janë sekretarët e Edi Ramës. Unë kam qenë për fat, kur kam punuar në RTS, kam ndjekur mbledhjet e qeverisë. Edhe më vonë kam ndjekur mbledhjet e qeverisë dhe deri në momentin që ka ardhur Edi Rama kryeministër, ministrat kanë qenë njerëz një pjesë e madhe me dinjitet dhe me personalitet dhe me emër. Nuk diskutoj dinjitetin e këtyre, po emër s'ka asnjë nga këta. Sot ishte një ngjarje e zakonshme për median, morë vesh që kanë dhënë konferencë për shtypi tre ministra? Ai japin jashtë se ky nxjerr, mbaron mbledhja e qeverisë dhe dalin lulisht. Sot ishte konferencë për shtyp. Kjo është ngjarje e madhe. Të ka ikur ky lej? Armiri Shkurti mos më shgjenjë kështu. Ore, bëj dhe punë tjera unë para se të dikë tyre. Do të thonë, çfarë më ulë kot, s'di të bëj pyetje tani për qeverinë. Po ec pa sekretarja, nec, vazhdojmë. Edi Rama është kudo. Edi Rama është kryetar bashkie. Në gusht, shkarkoj a priori gjithë drejtorët e bashkimit. Ti je autori i asaj fotos që doli Berisha me ministrat para kryeministrisë foto dhe ti vëre tër Berisha atë. Po. Ti je autori, ky është autori. Dhe sa mund kam hequr para se dalë inteligjenca artificiale. Kush tash i bëj kështu duke ndetur. Po do tjetër? Kjo është qeveria e opozitës. Kryesia. Po. Mbledhja kryesia. Po. Zoti Berisha me sekretarin përgjithshëm zotin Noga dhe anëtarët e kryesisë. Po, është simetrikisht e njëjta gjë. Do të thotë foto e parë. Këta janë sekretar? Këta absolut. Këtu nuk janë as sekretar. Këtu janë spektator, këta janë dekor. Shiko, kur bën ato shfaqjet e prit. Do të thonë Rama i ka sekretar. Ka sekretar, po. Ndërsa Berisha i ka figurant. I ka figurant. I ke parasysh që i marrin këtu në për këto spektakle, se po themi emra televizionë, çdo. Si Çani që manë ato manekinat. Manekinat, ja kështu janë. Çani është më inteligjenti që ka bërë atë zgjidhje, sepse kjo është, se i jepnin edhe 5000 lekë atyre kur vinin në për. Këta janë nuk janë aq budallë, kupton, ujin e tyre e çojnë, si në fund fare deputet listës mbyllur, as bën fushat, rrogat i kanë, influencat i kanë, gjitha i kanë. Po këtu rin figurant. Nuk ka dysh Partia Demokratike dhe në qoftë se nuk vjen nga Baca, atje asnjë Baca i Berishës. Po çati të themi, si të them gjysh. Se do të thonë mlefi me Berishën më vjen kur del dhe thot. Berisha i përket gjenerata Silent. Silent është 1900 kështu bi 28-26. Sa e bukur kjo. Ti ke zbuluar gjeneratën e Berishës. Silent, ë? Silent, kështu quhet. Ishte gjenerata luftës ose nuk vlisën ndaj këtej. Tani, Berisha thot, do ta hedhi thot, Edi Rama gjenerata Z. Do të thënë, gjenerata Silent thot për ardhmja e Shqipërisë, gjenerata Silent, thot do ta hedhi gjenerata Z. Deri këtu jemi okay. Për gjeneratën e fëmijëve tanë që janë Prit. Pra gjenerata Z janë 2000 caja, fëmijët tanë. Ndërkohë, si shef këtu, këtu mund të kesh deri gjenerata XL. Se pastaj nuk ka më shkronja dhe forumi rinor
drejtohet nga ideal shumë i nderuar për të burr 40 vjeç. Po s'është fajt. Pra ti nuk ke 35, jo, është mos 36. Është mos më lart. O është 38 apo 40. Besat. Djali shkëlqyer, por në mosh nuk është gjenerat Z. Pra këta, gjeneratën Z nuk e kanë asgjë kundër. Jo, pse mund të jetë ai ashtu? Po kur është kryetari thotë ai 82 vjeç. Edhe kryetari i forumit rinor, ti je i madh thotë ai. Jam të pungesa koherencës Landi, vazhdon argumentet që Cili është mendimi juaj për gazmet të bardhin që as votohet, katapultohet në kryetar është simbol kryetar grupi i asaj që unë them që Partia Demokratike është në vdekje klinike. Vdekje klinike. Pra ka vdekur Partisë Demokratike truri i rojnë organet. Çdo thotë ka vdekur truri i rojnë organet, duhet të kuptojnë opozitarët. Se nuk do të kish kuptim me njerëz. Unë respektoj shumë dhe bëj pjesë tek populli opozitar. Por mekanizmat, instrumentat, pra ente gjakut partisë, strukturat, qëllimisht janë sabotuar dhe nuk funksionojnë. Duke qenë se janë në këtë gjendje, jo ka vdekur opozitarizmi, ka vdekur partia si strukturë dhe nuk bëhet më. Pra, duhet ndodhi ajo që ka ndodhur me Italinë, nëse edhe drejtësia do të merret pastaj nga politika siç u mor në Itali, dhe opozita, përfshirë dhe partinë pushtet xhanëm, duhet të zhbërë dhe ribërë në forma tjera. Duhet të zhbërë? Absolutisht. Çdo të zhbërë, të shkrihet? Jo, kjo parti po. Kjo ka vdekur. Kjo ka vdekur. Në qoftë se nuk kallet, kjo do vazhdojë të qelbi vendin. Landi, unë kam thënë në një emision para zgjedhjeve, në kohën që unë isha edhe shumë i zjarrt duke bërë thirrje për ndryshim. Thash, me thënë drejtën brenda shpirtit tim, them të fitoj Edi Rama dhe hapën syt ata. Do të thonë ti po. Të fitoj Edi Rama që të gjithë politika shqiptare të kuptojnë një gjë. Shqiptarëve ka ardhur këtu duke zgjedhur të keqen më të vogël. Jo, do zgjedhim të keqen më të madhe derisa të dalim mira më e madhe që ta votojmë. 2, i kam thënë që sot Berishës i vinë aq njerëz në ato që i quajnë foltore, sepse është protestë e opozitës ndaj tij. Protestë opozitës ndaj tij. E kam bojkotuar në shenjë proteste. As frymëzon, ka gënjur dhe nuk, pavarësisht se thotë e ardhmja nuk ofron asnjë lloj shprese. Deri ke teqim Rama thotë qeveri teknike. Mund të them diçka për qeverinë teknike Landi? Po tjetër. Se unë dhe ti e njohim shumë mirë, të dy edhe për shkak të moshës e për shkak të angazhimit. Qeveri teknike unë mbajmë 3 qeverit në 91-92-shin. Po. Të cilat kishin detyrë Ylli Bufi edhe Ylli Bufi, Vizon Ahmeti dhe Ylli Çabiri. Jo, edhe Bashim Fino. Jo, Ylli Çabiri, ishte treta, më ndojti një muaj qeveri teknike. Pra ishte i pari Ylli. Pastaj Vizon Ahmeti, pastaj ka qenë një muaj Ylli Çabiri. Pastaj ka qenë 97-a. Detyra e qeverisë teknike është të çojnë vendin zgjedhje. Po pra ishte përcaktuar qëllimi. Dhe gjatë qeverisë teknike stopon gjithçka, pra s'ka as investime. Dhe në atë moment shpërthen gjithçka. Rritet inflacioni, bllokohet ekonomia, natyrisht rritet kriminaliteti. Dhe vendi nuk ka asnjë të mirë. Tani pyetja tjetër është, qeveri teknike kush do ta zgjidhë? A do ta zgjidhin forcat politike? Këtu mbaron loja. Kaq. Jo, nuk do ta zgjidhin forcat politike, por do ta zgjidhin amerikanët me helikopter. Nuk do ketë mbështetje politike, këtu mbaron loja. Njerëzit e Edi Ramës që janë administrat, ose që janë në terren, do i thonë tjetër, Lale, do marrojnë votimet, ke unë do vish. U dhe voton këtu. Pra nuk është se bëhet qeveria teknike, një magji e madhe, lind dielli nga perëndimi, njerëzit shtlirohen, këta ikin, jo më po këta do të jenë. Po këta polic, po këta tatimor, po këta. Po këta patronazhistë do të vinë do të thonë ne do fitojmë. Dhe fund fare, do bëjnë votimet dhe ne do kemi rotacion. Do vinë këta, dhe ato pullat që kishe nxjerrë ti, ata do t'jenë kështu në përmbledhje. Ku ishim i Gjikundi. Tjetra e zëm se erdhën Partia Demokratike ose një parti nga këto të opozitës. Në qoftë se kjo parti ka thënë është narkoshtet. Dhe narkoshteti është sistem. Çfarë oferte kemi për ta shmontuar se në një sistem o do përshtatesh o do digjesh. Pra në një sistem, një kryeminist është super i ndershëm, o do ta zhduki, sistemi që është mafia, korrupsion, ose do ta bësi vetja. Çfarë oferte kanë këta që të ndrojnë sistemin? Pra, kur ne të shohim këtë gjë, atëherë atë diskutojmë këtu, po, unë jam me këtë, ose unë mendoj për këtë. Foto tjetër. Shumë zymta këto dy të parët. Inshallah keni më të mirë. 20 titanët e strukturës posaçme antikorrupsion. Po. Cili është mendimi
yt Armir, nuk e ke pa ndonjëherë këtë polifoto. Jo, po të thashmë nga ty i presto se ti je robi më metikuloz, më i kujdesshëm, më detajist që ka gazeteria shqiptare dhe bravo të qoftë. Tani, unë mendimin tim për spak po ta përsëris, është për mua njëherë është një lloj marketingu për shpëtuar fytyrën e reformës së drejtësisë, për thënë që u bë. Faktikisht drejtësia është një sistem kriminal sot. Do të thonë për sa kohë vazhdojnë të ketë nëpër gjykata dosje 17-ës, 18-ës, do të thotë është kriminal. Kjo strukturë funksionon. Po çfarë ndodh? Edhe kjo strukturë po përdoret si Amerika. E mori spaku, e lëshoi spaku, e thiri spaku, e bëri spaku. Po bëhet politik me spakun, por jo politik me pasojat e spakut. Pra, që të merret ajo që po shbën spaku dhe të kthehet në produkt politik. Siç ndodhi në Itali dhe përsëris, manipulite fillojnë në Itali, u ranë dy dinosaurët, Demokracia Kristiane dhe Socialistët, lindën parti të reja. Lindën një pomat Nuk material. mbetet asnjë terreni bosh. Po, kurse këtu, këta i thonë atyre i hajdut, ata i thonë këtyre i hajdut. Këta i thonë skapi, këta i thonë, ku di unë si çfarë i thonë. Dhe në mes është kjo strukturë e cila fal Zotit ka mbështetje të amerikanëve, se po mos e kishin ngrënë këta të gjithë, do kishin nxjerrë me libër shtëpie. Por gjithsesi, në qoftë se kjo strukturë do vazhdojë thjesht, për shembull, siç ka shkuar ministres, edhe ministri nuk e lëshon kryeministri, atëherë kjo gjë vazhdon të jetë e neveritshme. Vazhdon të jetë e neveritshme dhe dëshpëruese për këdo që ka një optik tjetër opozitariste në Shqipëri. Tani, na një fjali në formë titulli për Arben Krajën, Altin Dumanin edhe kryetarin e ri Klodian Brau. Nuk kam në gjë, mos më vënë në këtë sikletë se nuk, domethënë personalisht nuk kam për asnjërin. Asnjëve kam, nuk di të them Kurajo vazhdoi. Po themi që për punën që kanë bërë, mirë. Këtu e kam fjalë, nuk është puna. Kurajo, kaq. Do të them këtyre dhe nuk e kam me këta, unë kam me GKK-on. O vllai, kanë bërë dosjet atë të dalin gjyq, ata dënojnë njerëzit. Dalin gjyq për mos kthehet edhe çfarë pritshmëri ke për Klodian Brau? Po kam pritshmërinë e mirë për shkak se nuk e kanë vënë shqiptarët. Domethënë, unë besoj që ai është një produkt amerikan, jo se është ai vet, por është një person të cilin e kanë sponsorizuar dhe gjetur ata. Dhe kam përshtypjen që jep llogari atje, nuk ka lidhje këtu në Shqipëri. Okej, foto tjetër? Po. Më pëlqeu shumë ky status i yt. Qymyri po së dojë që të nxirr thot populli. Na ka ndalë sterë Qymyrgjin e Saliut me thëngjin në duar për të nxirr në mos përcëlluar një grua që ndoshta ka të ngjartë bëhet kryeministre e qeverisë teknike. Të qeshurat. Jo se ka artikuluar kush emrin e Lea Ypit kryeministre, por me teorinë e Nastradini që rritë nipin përpara se të nisë për ujë, që të mos thyen të shtëmën, dhe edhe departamenti sterë Qymyrgji i bie rambam kush të dalë para me qëllimin e vetëm që të i vetmi qymyr ndriçues të jetë i Madhi Sali. Unë Lea Ypi nuk e njoh personalisht dhe as jam interesuar kur për të. Dhe as që më intereson ajo si person. Di që ka shkruar libra, por më tepër edhe ka studiuar. Kështu që sikur do Zoti hyn kjo për kryeministre, jo do ta mbështes, por me gjithë dufin e 13 viteve tradhtit të Berishës dhe Tufës së ti, do bëj çmos që të zgjidhet a emërohet. Kot këtë për mos e thuaj, për gaz. Sepse në këtë vend Landi, gjatë gjithë jetës time aktive, vëre që kushdo fillon të nxjerr kokën, qellohet me balt, mos themi me një materie tjetër. Dhe në rastin konkret, çdo lloj personi që nuk është i nxjerr nga Berisha, jo qellohet, po janë formacion të organizuar, sinkronizuar, sikur të ishin kështu kundër Ramës, beton. Po sulmuar, thonë edhe për mua ndonjë gjë, por nuk më plas fare. Jo, unë di që ti se ke problem. Po absolutisht. Se të sulmojnë Armin. Absolutisht. Po sepse, shiko, këta sulmuan Trumpin. Moment që doli ajo amerikanëve thanë ja Trump janë ndekthej. Në moment që doli letra e Trumpit për Ramën, fillon të kafshojnë Trumpin. Po kupton se janë pa dinë pa imam, nuk ka rrac më të ndyrë dhe smundi më të madhe se sa militanti. Pse do thuash ti? Sepse edhe tek pjesa të heqim Hajdutin,
duke sikur në Shqipëri ka një klasë hajdutësh që janë PS-ja dhe një klasë shenjtorësh që është opozita. Jo, më vëlla, jo. Hajdut kanë qenë policë që të vjedhin në rrugë, kanë qenë inspektorë që të vjedhin të shënë me të rruan. Dhe sot duan të rrëzojnë në Ramën që të kapin ato vende, të heqin këta hajdut ta zëvendësojnë vetë. Dhe në rastin konkret, doli një vajzë, të cilën thash dhe herë nuk as e kam lexuar. Periferike. Po mënyra se si sulmuan një grua, akoma pa dalë, me ide që pritë se mos faktorizohet dhe mos bëhet, unë thash, kjo duhet kishte formatin e Edi Ramës, tashi që tha jo, tashi do bëhem kryeministër. Se kushdoj që del në këtë vend, doli Saljani nga brenda partisë, shkuan e shoqëruan duke qarë kur shkojnë komisariat Saljani, tani që del Saljani, kështu thonë ja ka bërë, qa karagjozush janë. Thot takimet në Elbasan ja ka bërë Suel Qelan, Durrës ja ka bërë... Jo, dhe ndesh Pirin Dreu. Po, pra, mi po aty në takime janë kryetarët e degës seksion, pra i bie që Partia Demokratike e ka gjithë mafja, ka dalë një Saljani që mbledh Partia Demokratike. Se po t'ishin, jam dakordur, po t'ishte Saljani me 200 të panjohur, do thosh ta i ka sjell krimi organizuar. Po qofse e struktura more PD-s. Dhe nuk din të bëjnë, po hiç hidh me nder kak poshtë për pjet, lyej këto, ideja është të shkëlqej ylli Sali, ne të jemi këtu që edhe po qemi në opozitë pak të jemi afër këtij. Ke pritshmëri për Saljanin? Nuk e di. Nuk e di, a kam pritshmëri për Saljanin sepse puna është akoma në vezë. Pra, Saljani është... Saljani është akoma në vezë? Po, është në vezë në këtë lëvizje. Po lëvizje? Në qoftë se këta kanë frikë të thonë, Berisha ik. Ik Berisha dhe... Saljani ka frikë të thonë Berisha. Kush do të po. Dhe kur nuk bën këtë, nuk ka për të bërë gjë. Kupton sa do marrin mallkimet e tjerëve, sa diskutohet tash si ta reformojmë për Partinë Demokratike. Or po them duhet bërë nga e para. Nuk mban me andra ky lloj pantalloni. Nuk mban me andra, është vendos një herë ballon, është ngritur mbi të keqen, është një parti që nuk është fare demokratike, është një parti që nuk është fare funksionale. Mo në 2021 më ka thënë mika ime shumë e mirë në një nga periferitë të Tiranës, ishte mbledhur dega, tha dhe unë gjithë qef, kthehen bëjmë selfie, ikën ta të gjithë. Çka ke? Po jo se kemi gratë në bashki, kemi këtë. Pra, ka mbaruar pjesë. Landi, po them edhe në qoftë se nuk vën një objektiv. Shumë fort kjo. Ore dhe unë me thon ty, Landi hajde me mua, tash do thosh ku? Jo, hajde, po nuk vjen. Po ti mund të vish në fund botës qoftë them do shkojmë këtu për këtë gjë. Nuk ja kanë thënë njerëzve se çfarë do heqim Edi Ramën. Jo valla jo. Leje do heqim Edi Ramën. Si do ta çfarë do bësh me sistemin? Çfarë do bësh me ekonominë? Që të vinë fëmijët e mi këtu, të investojnë ose çfarë do bësh? Çfarë do bësh? Që të vi ti dhe unë të bëjmë një shtëpi për të qenë. Që të hapim një biznes të thjesht, si që hapim më rapë mban vitet 90. Jo se ishin vitet bukra, po kishte mundësi ekonomike. Kurse sot s'ka, edhe po të kesh paratis, nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Sepse është e zënë nga monopolet, sepse është një sistem ku ti nuk çan dot as karrierë profesionale, as biznes, në qoftë se nuk e lidhe me politikën. S'kemi foto tjetër, besoj kjo ishte fund drejtia. Ka dhe një? Më duket se po, dhe një po. Edhe kjo mendoni një burr që ka verbuar, shurdhëruar dhe më pas paralizuar një të afërm vetëm për siguruar jetën time me pagesën e saj të invaliditetit. Pagesën e kujdestarisë dhe paratë mëshirës kur i nxjerr për lypje. Kjo është sot PD për Berisha. Po. Shumë e rëndë ka therrse fare. Le të jetë therrse, kjo është e vërteta. Berisha e ka kthyer Partinë Demokratike si një të moshuar, të cilën e ka gjymtuar vetë, që është e paralizuar dhe me të abuzon. Me atë fiton kapitalin politik, me atë qëndron pushtet, me atë gënjen njerëzit. Ke parasysh kemi pas parë nëpër Tiranë sa që banin hekur nëpër këmbë që rinin kështu. Ja këtë ka bërë. Kjo është Partia Demokratike dhe kështu abuzon Sali Berisha me Partinë Demokratike. Shumë e rëndë kjo. E di që është e rëndë, po kjo është realitet. Po se kuptuan kështu demokratët, do të vazhdojnë të qëndrojnë karrige me rrota sa të jetë gjallë Sali Berisha. Për ta mbyllur, unë duaj një parashikim nga ana jote si do vijojë Edi Rama si kryeministër dhe PD-ja dhe Sali Berisha si kryetari i saj. Po, unë kam 2 vjet, po, që them, pa një deus ex machina, dhe kush ka bërë letërsi deri në klasë 6 e di shumë mirë, deus ex machina është një pjesë teatri që s'ka zgjidhje hyj një ndërhyrje papritur nga jashtë, vjen mbreti me shpatë, ku diun bie një tërmet. Dhe deus ex machina në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo se do vinë, se besojnë shqiptarët, helikopter, i dhimbë se mi ne. Do mendojnë që një lande dhe një armir të shkretë s'kan demokraci, po shkojmë t'ja japim. Po në lojën e tyre dominos duhet ky gur i Shqipërisë, ne do të kemi ndryshime. Por
Në Shqipëri do të vihet sherifi i radhës, ai që ditë mbajnë shqiptarët në stabilitet, jo burri më i mirë. Kjo është dëshira apo parashikim? Jo, ajo, shiko, parashikimi është ky. Në Shqipëri nuk do të ndryshojë asgjë, kështu siç është. 2026. 2026 Nuk ndryshon gjë. në qoftë se nuk ka një ndërhyrje drastike nga Shtetet Bashkuara të Nuk ndryshon Amerikës ose asgjë. gjeopolitike, Po për PD? po kur them asgjë, Edhe për PD. pra Berisha do vazhdoj atë autobus në Unazës, dil dikur protest, dikur kryengritje, dikur kështu, pastaj do vinë zgjedhjet për PD-n, ku do kandidoj Berisha, ka thënë do kandidoj. Në prill Berisha është prap. Jo, do kandidoj. Po jo do zgjidhet prap? Shpresoj. Mos, Armir, mos. Po kam shumë shpresë. Aty. Atë rrot me veten. Me Besardin? Jo, rrot me veten. Me kë, me Saliani? Rrot me veten. Sa i poshtë je. Do fitoj. Do fitoj? Dhe ndërkohë që prisë do na duhet kjo do të shty si do e shty, do vazhdoj prap hajduti kjo ajo, të bëhemi gati për zgjedhjet 2027 se do i marrim. Ja kjo është. Lokale. Përveç faktit Po. që mund të kemi një ndërhyrje Deus ex machina për arsye gjeopolitike të interes të Shtetet Bashkuara të Amerikës e përsëris të tyret personale. Jo Amerika në raport me ne që jemi gjuna. Ne që jemi gjuna na la 45 vjet me Enver Hoxhën. Sepse Shqipëria i garantonte ato që i duheshin Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë rajon. Armir, u kënaqa shumë me këtë analizë të ftohtë, therse, jo kështu, jo sherbet, jo, një therse ishte, po me argumenta, goxha argumenta ka dhënë. Sidomos analiza që i bën opozitës, a e di pse e them këtë, dhe jo më shumë qeverisë, sepse është alternativë zgjidhja. Ajo është, po, ajo është. Se nëse se doon Armir Shkurti nuk është me Edi Ramën që bën kritika. Jo, mor, se kam bën kur s'kam të dhënë. Po jam i bindur që dëgjojnë aty fillojnë të sulmojnë pastaj. As më plas. Pse bën? Po fare. Po fare. Po fare. Ore mollu si gjuhet me gur, si gjuhet njëri plebit. Të falenderoj Armir. Edhe unë falenderoj shumë. Ky ishte emisioni im për sot. Publicitet nga Uro Lançafoku, mirupafshi. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.